Politik, zoti Kaloshi, çështja është që ritmet e kohës dhe tokës nuk pyesin se është 11 maj apo nuk është 11 maj. Puna ka filluar, si do jetë produkti shqiptar në periudhën e korrjeve? Ja, po ta them unë ty, i nderuar miku im, po bëhet viti 4 që nuk kultivohet grur. As 1 metër grur nuk kultivohet në Republikë. Plus kemi bukë, domethënë. Pak fermer mbahen, janë ca djemat jenë korë që mbahen, janë pak këtu nga Luzi Kavajës, në Lushnje janë dorëzuar komplet fermerët që prodhonin grur. Çdo ton me grur dhe çdo kilogram me grur që konsumohet nga konsumatori vendas është grur i importit. Dhe kjo është goditja fatale, sepse kultura e grurit është kultura bazike e fermerit. Nëse fermeri nuk ka mundësi, nëse fermeri nuk ka mundësi të kultivoj ndonjë kulturë tjetër, grurin e ka domosdoshmëri, e ka dhe thjesht për ta prodhuar, por dhe është njerëzore, është humane prodhimi i bukës. Si tha Albin Kurti vjet, buka e mot-motit, tha, prodhuam bukën e mot-motit, do me thënë një kryeministër që mbështeti vendin e tij me skemat drejt për drejta dhe arriti të prodhoj bukë për gjithë vitin, për 365 ditë. Kjo ai tha është arritja më e madhe e imja, tha, që unë nuk do importoj më grur nga vendet nga Serbia kryesisht. Po, kryesisht nga Serbia, nga armiku i tij i përjetshëm. Kurse ne vazhdojmë... Sa ditë grur kemi në... Po ku kemi ditë grur në? Unë prodhoja 400 ton grur çdo vit. Unë kam 4 vjet, unë s'kultivoj asnjë me, ja bosh janë tokë. Traktorat flen gjumat, u këshirën gomat para 2 ditësh. Shkova ju fryva gomat. Mora kompresor, do fryva gomat. S'ka, nuk vjen njeri. Pse? Po se s'kemi ç'a të bëjmë, s'dim ç'a të kultivojmë, ku ta çojmë. Nuk dim se s'kemi orientim, s'kemi mbështetje. S'na ka dhënë karburantin për si vjet. As është bërë aplikimi, as për numrin e krerëve timta, as për numrin e krerëve të lopëve, as një gjë, as një lloj mbështetje. Dela i dhimo kota atje, ai zvens ministri, kam mbledh atje ca halle xhinj, kishte mbledh ke instituti i bujqësisë atje në Lushnjë, përballë dhe gënjen aty, del aty, do japim kështu, do japim. Ç'a gënjen, si vjen Zornjë, ai është burr i vjetër. Si vjen turbo bu. Unë se marrë vesh një ku e gjenjë të forcë, burë, si vetëm propagandë, burë, vetëm propagandë, po bollë, burë, bollë dikur. Kam përshtypjen se po i afrohemi fundit të emisionit të boll me kafe qeto për ditën e sotme. Një koment, një apel fundit të zoti Kaloshi për fermerët në këto ditë. Komenti im për fermerët është me 11 maj të kenë mendjen. Okej. Kash. Po e lë me kaq, Që mos të futemi shumë në politik.